Indeksi I çmimeve të mallrave të konsumit në muajin shkurt pësoi sërish rritje. Sipas Instat, ky tregues u rrit me 1.9% krahasuar me të njëjtën muaj të një viti më parë dhe me 0.3% në raport me muajin janar të këtij viti. Kjo është ndikuar kryesisht nga rritja e çmimeve të grupit ushqime dhe pije jo alkolike, pasuar nga grupi mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje dhe grupi pije alkolike dhe duhan, ndërkohë çmimet e grupit argëtim dhe kulturë, veshje dhe këpucë dhe hotele, kafene dhe restorante patën një shtrëtim më të vogël, por krahasuar me muajin shkurt të 2024, rritja më e madhe e çmimeve vret në grupin argëtim dhe kulturë, pasuar nga grupet pije alkolike dhe duhan, mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje, si dhe nga grupi ushqime dhe pije jo alkolike. Brenda grupit të ushqimeve, rritje më të madhe e pati mishi, pasuar nga zezervate, qumshti, djathi dhe vezët. Indeksi I çmimeve të konsumit është matësi zyrtare e inflacionit në Shqipëri dhe me atë ndryshimet relative të çmimeve të mallrave dhe shërbimeve të përdorura nga familjet për konsum vetjak.